Minatorët e Spaçit janë duke protestuar jashtë kësaj salle për dy arsye të rëndësishme. E para, për trajtimin çnjerëzor që policia e shtetit i bëri atyre 2 javë më parë dhe unë nuk kam dëgjuar absolutisht asnjë koment nga Ministria e Brendshme. Është e pakonceptueshme që minatorët të merren të rriqen zvarr nga drejtorët e policisë. Dhe e dyta, Ministra e Ekonomisë duhet menjëherë të takohet me përfaqësinë e tyre. E drejta e punës është e drejta e shenjtë në këtë vend. Nuk mundet një kompani private ti pengoj këto minatorë të organizohen, të kenë kërkesat e tyre, të protestojnë për më shumë të drejta, dhe kjo që po ndodh me këto minatorë është çnjerëzore. Në emër të Partisë Demokratike kam depozituar në sesionin e kaluar, do ta ridepozitoj përsëri statusin e minatorit, që qeveria refuzoi ta marrë parasysh. Është një çështje shumë e rëndësishme sepse ato janë grupi i cili penalizohen më shumë, që punojnë më shumë me kushte më të vështira. Nën toka shqiptare është jashtëzakonisht e pasur dhe ato njerëz që punojnë me nën tokën sot po shfrytëzohen. Kështu që edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kërkoj Ministrit Brendshëm që të dalë dhe t'jap llogari për sjelljen çnjerëzore që policia e shtetit është sjell me ato minatorë si halabak rrugësh. I kanë tërhequr zvarr punonjësit. Dhe Ministres e Ekonomisë të takojnë një përfaqësi tyre dhe të diskutojnë se cilat janë problemet dhe pse këto punonjës sot po pushohen nga puna. Faleminderit.